Këtë sezon veror pritet që të ketë më tepër plazhe publike, ku qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm të kenë mundësi të pushojnë falas. Kjo për shkak të nismës së qeverisë shqiptare e titulluar si reforma në turizëm, por frekuentuesit e rregullt të plazheve të qytetit shfaqen mosbesues për sa i përket zbatimit të kësaj nisme. Sipas tyre, do të ketë abuzime, pasi shpesh është thënë që do të ketë më shumë plazhe publike, por asnjëherë nuk është realizuar. Qytetarët realizimin e reformës në turizëm e shohin si diçka e cila duhet të zbatohet me pikmëri, pasi është shumë e nevojshme për qytetin. I jep mundësinë sipas tyre të pushojnë falas edhe ata të cilët kanë një ekonomi të dobët familjare. Doftash nuk e di. Je mosbesuese apo jo? Nuk besoj. Pse? Çfarë të shtyn të mos besosh? Po kur gabojnë kokësit i Zoti shtëpisë, çdo bëjnë fëmijët. Domethënë lihet kjo gjë që të zaptohet plazhi apo jo? Po ndoftash, nuk e di. Nga gjithë këto që po ndodhin, që po bëhen. Është thënë që kjo nisëm paktën do ketë më tepër plazhe, siç garantoi Shpirti nëse thëna me të bërën janë një mal. Ndaj që kur të ketë, atëre do themi, nuk flasim do të parakoheshe. Dalim gënjeshtar pastaj. Po nëse ka, a është gjë e mirë? Shumë e mirë. Është e nevojshëm plazhi për shkak falas për juve personalisht? Po si s'është i nevojshëm plazhi, neve me plazhin jetojmë këtu se çish do jetojmë me 100.000 lekë pension? Paktën kishit mundësi të pushoni? Heqim mërzin. Po, pushon vjet. Jo, them në plazhet private, paguanit nga... Jo, nuk kemi mundësi shpirtin, unë s'ka mundësi, unë 120.000 lekë pension. Ata nuk e besoj. Pse nuk e besoj? Se unë bëj çdo vit plazh dhe jam këtu Lonjate. Nuk e besoj se ishtë thënë çdo vit dhe ne kemi ngelur me atë pjesën tonë pa marrë dhe një çadër rrim në ndonjë ku të gjejmë vend. Dhe çadrat rrin pa njerëz. Ai i mban kot. Ketë më shumë plazhe publike falas, nëse do zbatohet, është e mirë. Është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Sidomos për fëmijët e vegjël njerë, ja vlen. Edhe për moshat. Plazhe publike këtë vit? Patjetër do ketë. Pse? Pse e mendon këtë gjë nga nisma e qeverisë? Ai Rama thotë do bëhet nami, thotë. Do ketë më pak plazhe private, thotë. Nuk e di. Po ti shpresoj. Po them që do ketë më shumë. Po, plazhe falas për juve apo jo? Ka falas. Pse? S'besoj. Por ka edhe nga ata të cilët kanë besim se ajo do të realizohet. Kanë besim se kjo nisëm ligjore, reforma në turizëm, do të zbatohet në pikmëri, duke treguar eksperienca negative nga sezoni kaluar, ku nuk gjeni dot hapësirë publike për të ngulur çadrën dhe konfliktuesh me pronarët e bizneseve private, ata tregojnë ndër të tjera rëndësinë që ka për ta zbatimi i nismës ligjore. Për që jam e mirë që punë, ky është një problem i madh për banorët që janë këtu. Atë për gjithmonë me këta që janë këtu, kemi jashtëm probleme, edhe kemi zgjidhur mbrapa, nuk të kemi zgjidhur. E lënë këtë, vetëm të këndin këtu. Aq ishte për qytetarët i lirë vjet? Jo, 10 kishën që erdhën këtu. Duke ashtu, ata shty këte, në shtyja ndeja. Në luftë me privatin? Luftë me privatin. Pastaj u morën vesh, u gjën gjua. Po kjo është, e përqej këtë që kanë bërë për shtimin e plazhe private. Unë shikoj për shumë të pikat të tjera ndë, ka në mes të tyre ka shumë. Ka gjatë gjuhën pak më këtë konflikte. Këtë vit thot që do jenë vetëm 70 biznese, të paktën kështu është konfirmuar deri tani, që do kenë një plazh privat, ndërsa pjesa më e madhe e Bregdetit do të jetë publike për qytetarë. Ti ke shpresë se kjo nisëm do zbatohet? Do zbatohet, them. Pa, është e mirë. Është shumë e mirë. E përqej. Është e nevojshme për Vlorën, për qytetarët që të kenë plazhe publike? Është e nevojshme. Tu ka banorë vënda që ndjen një zakonisht, ndjen poshtëror kur shikoj që një kartë nga në anës të eshë atë që ti e ke pat në kohë. Ti ishe këtu plazh publik ndër vite pushoja, ai vjen po marrin shumë nga qytet tjetër dhe thotë që është hapësira ime. Më të për kjo tani ose kota fundit, flasim për vjet. Po? Unë thënë që këto probleme u zgjidhën. Vetëm që mungon dhe kjo pjesa shtet për banorët. Edhe për ata që s'ka mundësi ekonomike. Edhe ata që kanë mundësi ekonomike. Po vinë me bukë me vetë, po them. Marrë një diçka e bëjmë plazhin.
Në nisje të sezonit të kaluar veror, 170 subjekte patën fituar të drejtën e shfrytëzimit të hapësirës publike për plazh, ndërsa këtë vit numri në nisje të sezonit sipas pritshmërive do të jetë 70, shumë herë më i vogël, çfarë tregon se nëse reforma në turizëm do të zbatohet, do të kemi sigurisht më tepër hapësirë publike për plazh, por nëse kjo reformë do të zbatohet apo jo, presim të shohim në ditën në vijim.